Banorët fillojnë të mblidhen të irrituar në dhomën e ndenjes, të shqetësuar dhe të lodhur nga situata që po përshkallëzohej prej orësh. Secili prej tyre ankohet hapur, duke thënë se disa nga sendet e tyre me vlerë, si aksesor, produkte personale dhe gjëra që i përdornin çdo ditë, kanë humbur pa asnjë shpjegim. Ata thonë se kanë kërkuar nëpër çdo qoshe të shtëpisë, nëpër dollap, poshtë krevateve dhe në çdo vend ku mendonin se mund të ishin, por nuk po arrinin t'i gjenin. Shumë prej banorëve fillojnë të dyshojnë të njëjtin person, Labinotin. Ata thonë se sjellja e tij e fundit ka qenë e çuditshme dhe se ai ka bërë disa veprime që u kanë dukur të dyshimta. Gjë që i shtyn edhe më shumë të besojnë se ai mund t'i ketë fshehur sendet. Banorët përmendin momente kur Labinoti ka qëndruar vetëm në zonat ku më vonë janë zbuluar mungesat dhe thonë se ai shpesh shaka ose hedh akuza për lojra që sipas tyre nuk janë më shaka. Ato fillojnë ta komentojnë me njëri tjetrin se Labinoti po krijon tension të kodë dhe se nëse ai vërtet i ka marrë sendet, po i vë në lojë të gjithë. Ata shprehen të zhgënjur sepse sendet me vlerë janë të rëndësishme për ta dhe nuk duan të mendojnë se dikush nga brenda shtëpisë po i përdor ato për lojra të fshehta. Ndërkohë, atmosfera bëhet edhe më e rëndë, pasi sa më shumë që banorët kërkojnë dhe nuk gjejnë asgjë, aq më shumë nervozizohen. Ata vazhdojnë të komentojnë se kjo sjellje nuk është e pranueshme dhe se dikush duhet të tregojë çfarë ka ndodhur me të vërtetë. Disa thonë hapur se Labinoti duhet të dalë dhe të sqarojë situatën, sepse sipas tyre, gjërat nuk humbasin vetë dhe askush tjetër nuk ka dhënë arsye për dyshime.